Zonja Zhupa. Faleminderit nderuar kryetar. Në fakt besoj të gjithë janë njohur me lajmet e ditës sotme dhe sot e kuptuam të gjithë se çfarë nuk kuptojmë me standard europian kur flasin qeveritarët tanë, nuk kuptojmë standardin që keni adoptuar të Federica Mogherinit, që keni dhe rektoret Kolegjit e Europës. Me thënë drejtën, zoti kryetar, jam në një dilemë. Nëse këta janë të korruptuar dhe zgjedhin si shokët e tyre për të bashkëpunuar këtu në Shqipëri, apo vinë këtu dhe masterizohen nga mjeshtrat e qeverisë për të bërë të korruptuar. Ndjes, po kjo nuk është procedurë. Kam një kërkesë procedurale, zoti Peleshi. Kjo nuk është procedurë. Zoti Shea i ka kërkuar fjalën procedurë? Cila është procedura? Rregullore, votim, seancë. Këto kanë urdhro. Qofse ma lëta mbaroj, ndoshta kam një propozim që ky kuvend të reagoj, sepse bëhet fjalë, zoti Peleshi, për një vendimi numër 1 datës 29/5/2013, i Këshillit Kombëtar të Territorit, që ka miratuar një leje zhvillimi për një kampus universitar atje, që është shqetësimi, besoj, i gjithë kolegëve që ne ta diskutojmë, sepse ky kampus u zhduk dhe ju dha Kolegjit të Europës. Dhe ju dha dhe 17 milion euro nga taksat e shqiptarëve për të ndërtuar. Tani shqetësimi, besoj, gjithë deputetëve janë se si ne mund ta fusim këtë gjë në diskutimin e rendit të ditës sot, se si diskutojmë ku kanë shkuar taksat e shqiptarëve, a është një korruptuar më shumë në aferat e qeverisë, sepse këto janë të gjitha me interes se studentët dhe pedagogët shqiptarë do duhet kishin bërë në këto kushte mësim sot, sipas kësaj leje. Dhe kur protestonin të rinjtë e FRPD-s, ju i thoshit që jeni kundra Europës, ju i thoshit që jeni kundra standardeve europiane. Fakt ne ishim kundra korrupsionit dhe duam këto standarde për qytetarët shqiptarë. Besoj ky është shqetësimi i gjithëve. Faleminderit. Tani për zonjën Zhupa dhe për gjithë deputetët e tjerë, sot është një seancë, ju e dini, me një rendite dedikuar çështjeve të evidentuara nga në komunitetet tona. Nuk është një seancë e zakonshme ku mund bëjmë propozime dhe të futim pika të tjera në rendin e ditës, megjithëse nuk ishte edhe një propozim as për rendin e ditës ky juaj zonja Zhupa. Kanë kërkuar fjalën për procedurë 5 deputet, natyrisht nëse keni diçka që lidhet me sot s'ka votim, sot s'ka rendite tjetër përveç këtij dhe nuk e di se çfarë mund të jetë. Gjithsesi mos i ngelet hatri askujt nëse do t'i pres fjalën nëse s'është procedurë. U bën 2 seanca që nuk po bëjmë dot diskutimet për çështjet evidentuara nga komuniteti. Ato nuk janë të dorës së fundit, madje janë të dorës së parë. Ndaj ju lutem për mbarjen e rregullore. Zoti Sheaj. Nderuar kryetar, nderuar kolegë deputet, sa i miri njihet për humorin e tij dhe je nga të paktët brenda këtij konglomerati. Pas humorit konglomerat nuk është fjalë e keqe, dhe të paktën ti që bën humor mbaj humorin. Dhe mbas agronit humorit cilit është me shkrim, vjen ti. Por do të bëj një sugjerim miqësor që do ta çonte gradën e inteligjencës në një nivel akoma dhe më të lartë. Mund të bësh pak humor edhe me gjendjen ku jeni ka ta ndisur tani. Dhe do të ndihmonte ty, do ndihmonte grupin dhe do të ndihmonte gjithëkënd, sepse është mjet efikas. Aty nga marsi, teksa e kisha filluar ditën në Tropoj në Curajt e Epërm, dhe pastaj me një tjetër takim në Deg, dhe pastaj shkoj për një inspektim tek disa punime që bashkia po bënte. Vijova deri në kufi me Plav Gucin për të parë
dhe për të inspektuar rrugën e Çeremit. Dhe mbas dite përfundova teksa shkoja nëpërmjet Babinës në Buçaj. Dhe them të drejtën, më bëri përshtypje sepse mbas disa mandateve, mbas disa fushatave, gjëja që më bëri përshtypje në Tropoj, dhe ata njerëz meritojnë mirënjohje për hir vërtetës, nuk më kishte ndodhur më parë. Në takimet elektorale, edhe të këto fshatra që përmenda, ishin bashk edhe ata që në votonin ne, por edhe ata që nuk në votonin ne. Edhe them, ishte merit e atyre banorëve që përtej dasive dikur shumë të ashpra politike dhe me historira tragjike, bëshin bashk për dëgjuar deputetin. Dhe aty në Babin, një burr i vjetër që erdhi me makinë, më tërhoqi vërejtjen dhe më tha, e diti ku e bëjmë kolaudimin ne tropojanët? Për hir vërtetës nuk e dija. Ndërkohë, kemi qenë vetëdijshëm që kur kemi bërë reformën e përqendrimit të shërbimeve në qytetet kryesore, unë kam qenë një nga ata që ka votuar pro. I vetëdijshëm që po merrnim një masë që ishte edhe efikase, edhe eficiente, por që në Tropoj nuk kishte rezultuar e tillë. Ai burri vjetër më tregoi se si të nesmen do nisej për në Kukës, në 100 kilometra, do bënte kolaudimin e makinës dhe pastaj do kthehesh përsëri në Tropoj. Natyrisht, gjatë darkës, teksa bëja rezumen e ditës, bëra disa telefonata, bëra disa kalkulime dhe realisht konsolidova bindjen që ishte e pa drejt që banorët e Tropojës të bëjnë 100 kilometra, që është kosto e madhe, jashtëzakonshme, €100.000 për të kolauduar makinat në Kukës. Ndaj sot, fjala ime shkurtër, dhe shpresoj dhe uroj që i vetmi ministër ta mbaj shënim dhe ta përcjelli tek autoritetet përkatëse. Ta mbaroj fjalën. Po. Ka ardhur koha që shërbimet e kolaudimit të makinave të bëhen në Tropoj, sepse ka një veçanti. Ndryshe nga shumë zonat të tjera, dhe mësova me shumë kënaqësi që Mati për shembull e ka zgjidhur me një formulë të tillë çështjen e këtyre kostove shumë të larta. Ndaj fjala ime sot ka të bëj pikërisht me një thirrje për qeverinë që të adresojë një orë më parë një problem të tillë që më duket i drejtë. Ndërkohë, nderuar kolegë deputete, një herë tjetër do flas edhe për disa probleme të tjera që kanë lidhje pikërisht me shërbimet spitalore. Shumë faleminderit nderuar kolegë deputet dhe uroj dhe besoj që ministri ta mbaj shënim që kur të vim disa javë më pas të kemi marrë një përgjigje në lidhje me këtë problematikë. Faleminderit. Zoti Koreshi, replik.